Qafa e Perdelecit në komunën Kelment, magjia Alpeve shqiptare ka mirëpritur për të 18 vit logun e bjeshkëve. Spektakli ka promovuar traditën, bukurinë e kësaj zone dhe vajzave malsore në territoret shqipfolse brenda dhe jashtë kufirit shqiptar. Nuk kanë shtas një fest në Shqipëri si quhet logu i bjeshkëve, dhe kjo është edhe më e rëndësishme, me veshje kombëtare, me si tu gjana që i përkasin zvjetës, por që greshetohen edhe me të kohës sotme. Xhubleta është kostumi më i bukur, unë mundem me thënë kostumi më i bukur në glëb. Është një ndër veshjet tradicionale të zonës tonë, që e kanë majt, e kanë rujt dhe e kanë trashëguar nënat tona dhe na do të vazhdojmë ta trashëgojmë brez pas brezit. Pikërisht në këtë vend, para vitit 1967 ka qenë një kishe vogël, në borën e së cilës vazhdonte të organizohej logu, ku gratë evidentonin bukurinë e paraqitjes së tyre dhe burrat shkathësinë në garat dhe lojrat popullore. Sot ende ruhet tradita. Kurorën e më të bukurës së Malësisë fitoi 20 vjeçaria Elena Prekame me banim në Gjermani.